Të dashur shqiptar, kam një pyetje të jashtëzakonshme për ju. A është gjuha shqipe gjuhë nostratike primordiale? E bëj këtë pyetje sepse mbi bazën e kësaj pyetje, Pedersen, një nga gjuhëtarët më të shquar të lingvistikës, shkon në Korfuz, që dikur quheshte Korkyra, dhe gjen atje formën më arkaike të gjuhës shqipe. Pra Pederseni kishte dëgjuar, thashë theme, se gjuha e arvanitasve është gjuha më e lashtë indo-europiane. Le ta quajmë pellazge, le ta quajmë si doni ju. Emri nuk ka rëndësi fare. Pra ai kërkonte gjuhën shqipe. Ai e mësoi gjuhën shqipe brenda disa muajve dhe ishte njëri me kaq karakter sa që asnjëherë nuk e shfrytëzoi dijen e tij për të gjetur një karrike të ngrohtë. Nuk donte që të punësohej në mënyrë të përhershme. Ai nuk e bënte punën për përfitimin e vet personal. Është shumë i ngjashëm me mua. Të gjitha zbulimet që bënte Pederseni, ai i bënte për veten e tij. Ishte shumë kureshtar. Ai besonte se gjuha shqipe është gjuha më e vjetër indo-europiane. Është tjetër gjë kur këtë e thot një rilindas, i cili ka mbaruar ndonjë kurs gazetarie, ka një njohje të cekët të shqipes, e jo të gjuhëve indo-europiane në përgjithësi. Dhe komplet ndryshe është kur këto fjalë dalin nga një gjigant i gjuhësisë. Tashi përse Pederseni ishte një gjigant? Ndryshe nga gjuhëtarët e tjerë, Pederseni kishte të njëjtën ide që kam dhe unë, që nuk është e rëndësishme fjalori një gjuhe, por gramatika. Sipas Pedersenit, gramatika nuk ndryshon kurrë, ose ndryshon shumë pak. Pra ndodh që një gjuhë në shekullin e 18, në shekullin e 19, të përdor po atë gramatik që kanë përdorur të parët gjyshrit e tij 30 shekuj më parë. Do me thënë që me fillimin e gjuhës, a i madje doli me hipotezën, a i quajti këtë gjuhë nostratike primordiale. Askush nuk e besonte Pedersenin, mi pa i kishte fakte, nuk i ngrinte këto teori kot në ajër, dhe nuk kishte asnjë përfitim personal. E kuptoni, ndryshe nga rilindasit që donin të tregonin që populli shqiptar është popull i lashtë, sepse ato donin të vërtetonin që ne nuk jemi të ardhur këtu etj etj. Pederseni nuk erdhi fare në Shqipëri. Atij nuk i interesonte Shqipëria sepse e dinte që Shqipëria ishte e pushtuar disa herë, ka pasur 34 pushtime në Shqipëri. Ai e dinte që toponimet shqiptare nuk mund të shpjegohen nëpërmjet gjuhës shqipe. Atë e di kushdo, e di edhe unë. Pra puna e Akademisë së Shkencave ka vajtur kot fare, sepse këtë gjë kanë bërë akademikët tanë, janë përpjekur të shpjegojnë gjuhën shqipe me toponimet e gjetura në Shqipëri që janë të natyrës slave, të natyrës latine, nuk shpjegohen toponimet me gjuhën shqipe, është e kot. Pra akademia ka harxuar lek, kohë, energji, kot fare. Nuk vlen puna e akademisë. Dhe akademikët tanë nuk e kanë lexuar Pedersenin fare. Pedersenin e kam lexuar unë rreth viteve 2000, sepse unë ndikova jashtëzakonisht shumë nga fjalori etimologjik i Vladimir Orelit. Fjalori etimologjik i Vladimir Orelit, që i fut me origjinë ruse, ishte fjalori më i saktë, sepse Oreli e mbështeti punën e tij mbi punën e Pedersenit. Tash ti u bëra edhe unë pak xheloz, më thash me vete, çfarë më kushton mua ta lexoj të plot veprën e Pedersenit? Ja do më haj pak kohë. Do më haj disa vjet. A mirë, unë kam kohë. I ri isha atëherë. Pra fillova të lexoj veprat e Pedersenit. Ishin vepra shumë abstrakte, me të thënë drejtën, 80%, 90% materialit nuk e kuptoja. Mos gënjej tani. E lexoj dhe nuk e kuptoja. Ndërsa akademikët tanë nuk e kanë lexuar fare. Për këtë jam i sigurt, sepse konkluzionet e akademistëve tanë nuk përkojnë fare me konkluzionet e Pedersenit. Komplet, a thua se Pederseni nuk ka ekzistuar. Tani, Pederseni ishte Einsteini i gramatikës. Është shumë e lehtë të gjesh etimologjinë e fjalëve në shekullin e 20. Me ndihmën e kompjuterave dhe me ndihmën e fjalorëve elektronik, mund të rëndisësh të gjitha gjuhët indo-europiane, të gjalla dhe të vdekura, dhe të shikosh ngjashmërinë e fjalëve. Pra,
puna e etimologut në shekullin e 20 dhe 21 është e lehtë fare. Nuk ka nevojë të dish madje gjuhë të huaja për të bërë etimolog. Mjafton të punosh me logjik dhe të shikosh ligjin e zhvillimit të fjalëve në mënyrë historike. Ndërsa që të bësh konkluzione mbi gramatikën e një gjuhe, duhet ta njohësh atë gjuhë në mënyrë perfekte. Është e pamundur kjo që të bëhet me fjalor, me kompjuter, është e kotë. Duhet ta ndjesh atë gjuhë dhe ta perceptosh si folësit e saj origjinal. Pra, Pederseni e mësoi shqipen kaq mirë, e mësoi më mirë se sa shqiptarët, ëh? Dhe kjo i dha atij mundësi që ta kuptoj gjuhën shqipe. Të them të drejtën, kur lexova ato që kishte nxjerr si konkluzion Pederseni, u tmerrova pak, sepse nuk ka shpjegim për atë që ka ndodhur. I ja disa nga gjetjet e Pedersenit. Në gjuhë turkmene, deniz i thon detit. Në shqip, det i thon detit. Dhe të dy rënjët janë të lidhura me gjuhët indo-europiane, nuk janë huazime nga turqishtja. Këto fjalë ekzistojnë në gjuhën e arvanitasve të Korfuzit, që nuk kanë patur fare kontakt me turqit. Gjithashtu, këto fjalë gjenden në arbreshët e Italisë, që ikën përpara se turqit ta pushtonin Shqipërinë. Pra nuk janë huazime nga turqishtja. Tjetër, në gjuhë turkmene kemi yldis, star, yll. Dhe kemi yll në shqip, që gjithashtu lidhet me rënjën indo-europiane për diellin. Edhe kjo fjalë nuk është huazim nga turqishtja. Po kjo s'është asgjë. Kemi në gjuhë tugrofine fjalën vela, vëlla. Kemi fjalën vëlla në shqip, dhe kjo gjendet në gjuhët gjermanike. E pabesueshme. Në fakt, kur këtë unë nxora në vitin 2004, në internet kishte një bazë, domethënë një zhurmë të madhe. Njerëzit kujtonin se unë bëja shaka, dhe pastaj e verifikuan që fjala vëlla në gjuhën shqipe dhe në gjuhët ugrofine është identike. Pastaj kemi fjalën silma në gjuhët ugrofine, që do të thotë sy në shqip. Por fjala shqipe nuk vjen nga fjalët ugrofine. Të dy rënjët prap janë të lidhura me gjuhët gjermanike. Kemi fjalën bora në gjuhët mongole, snow, dëbor. Dhe kemi fjalën bora në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e Maltës. E pabesueshme. Kemi fjalën sudur, hunda, në gjuhën baske, dhe kemi fjalën hunda në shqip, nose. Të dy janë të lidhura me gjuhët indo-europiane. Kemi fjalën buston, bisht, në gjuhën baske dhe fjalën bisht në shqip, tail. Edhe fjala baske dhe fjala shqipe lidhen me gjuhët indo-gjermanike, pra nuk janë huazime të ndërsjellta. Këtë e ka thënë Pederseni para meje, por shqiptarët nuk kanë reaguar fare. E dini pse? Ta dini ju një gjë, akademikët tanë nuk kanë lexuar kur asnjë vepër të autorëve të huaj. E them këtë me bindje të plot. Unë në vitin 2004 i përkthej këto nga gjermanishtja në shqip. A kuptoni, asnjë nga akademikët tanë nuk ka lexuar veprën e Pedersenit. Pederseni është themeluesi i teorisë nostrake. Është lehtë thuash që ngjashmëria e fjalëve në gjuhët ugrofine, në gjuhën baske, në gjuhët mongole dhe në gjuhën shqipe janë të rastësishme. Le ta pranojmë për një moment këtë si një fakt. Por, ajo që bëri Pederseni në fushën e gramatikës i vë vullën të gjithave. Të dashur shqiptar, ngjashmëritë midis gjuhëve, familjeve indo-europiane, ugrofine, altaike dhe mongole duken sikur janë të rastësishme në shikim të parë, por Pederseni vërtetoi që kjo nuk ishte rastësi. Familjet komunikojnë me njëra tjetrën, gjuhët nuk veprojnë në izolim, por Pederseni shkoi një hap më tej. Ai tregoi se gjëja më e pandryshueshme në një gjuhë është gramatika. Pra, një gjuhë mund të përdori të njëjtën gramatik me shekuj dhe ajo pothuajse nuk ndryshon fare. E vetmja mënyrë për të parë se kujt familje i përket një gjuhë është që të studiohet gramatika e saj. Gjuhët të tilla si turqishtja që huazoi 80% të fjalorit nga persishtja, megjithatë mban gramatikën e gjuhëve turkmene, ose bullgarishtja që mori hua gati 90% fjalëve nga gjuhët slave, por mban gramatikën e gjuhëve turkmene, frëngjishtja
që mori 90% të gjuhës latine, huazoi fjalorin e plot nga latinishtja, por mban gramatikën e frankëve gjerman. Pra, siç e shikoni, Pedersen kishte të drejtë. Megjithatë, Pedersen ishte i vetmi gjuhëtar, absolutisht i vetmi, që në mënyrë matematike e shpjegoi se si evoluon gramatika, se gramatika evoluon, por shumë ngadalë dhe dallohet qartë çdo lloj ndryshimi fonetik, sepse këto ndryshime që ndodhin për mijëra vjet, nuk ndodhin brenda një dekade. Prandaj, ndryshimet gramatike që zbuloi Pederseni në një gjuhë ishin pikërisht ndryshime që ndodhin në të gjitha gjuhët të një familje njëkohësisht. Pra është shumë e vështirë që një gjuhë e një familje të ndryshojë gramatikën e një gjuhe të një familje tjetër. Kjo ndodh shumë rrallë dhe janë gjëra të pazakonta. Në përgjithësi, ndryshimet fonetike ndodhin brenda familjes. Pra ky ishte zbulimi i madh i Pedersenit. Dhe këtë nuk arriti dot ta kap Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Dhe në fakt, Kongresi i Drejtshkrimit që u bën në Shqipëri është një katastrofë e vërtetë. Ata gjuhëtarë që merren me morfologjinë e gjuhës shqipe nuk e kanë lexuar Pedersenin. Ata e kanë masakruar gjuhën shqipe, që ta dini ju. Gjuhëtarët shqiptar kanë nxjerrë komplet mendime të gabuara mbi evolucionin e gjuhës shqipe. Tani nuk mund të vjet shumë faq gjuhëtarëve shqiptar. Është shumë e vështirë që të bëhet një gjë e tillë. Pra duhet të angazhohet një gjeni për një gjë të tillë. Dhe ky gjeni ishte Pederseni. Tani Pederseni nuk veproi vetëm. Do ta shikojmë tani jetën e Pedersenit, një njeri me karakter, një njeri jashtëzakonshëm, i cili të gjitha zbulimet e tij i bëri për hir të shkencës, nuk donte asnjë shpërblim për atë që bënte. Unë nuk kam parë shkencëtar të tillë. Kur nuk kërkoi një pozitë në një universitet, asnjëherë. Biles i kundërshtonte ofertat në mënyrë që rroga që do t'i caktohej, do t'i vinin kushte atje, kuptoni? Një lloj si akademikët e Shqipërisë janë kthyer në rrogtar, këtë kishte frikë Pederseni që do lidhej me ndonjë universitet në mënyrë të përhershme dhe do i diktonin çfarë do shkruante. Pra Pederseni donte që të ishte i pavarur, një lloj si unë. Le të shikojmë jetën e këtij njeriu të jashtëzakonshëm që të kuptojmë se si e ndryshoi ai perceptimin e gjuhës shqipe dhe si e vërtetoi Pederseni që gjuha shqipe është gjuha më e vjetër indo-europiane. Pra me fakte, jo me supozime rilindasish. Holger Pedersen lindi më 7 prill 1867, pushoi si jeturi më 25 tetor 1953. Ishte një gjuhëtar danez i cili i dha një kontribut të rëndësishëm në shkencën e gjuhës dhe shkroi rreth 30 vepra autoritative në lidhje me disa gjuhë, përfshi edhe shqipen. Pedersen lindi në Gelbale, Danimark dhe vdiq në Hellerup pranë Kopenhagenit. Pedersen studioi në Universitetin e Kopenhagenit me Karl Werner, Wilhelm Thomson, Hermann Müller. Ai më pas studioi në Universitetin e Leipzigut me Karl Brugmann, Eduard Sievers, Ernst Winzig dhe August Leskien. Pra shikoni që Pederseni ka vënë fakt vetëm emrin aty, po kjo është puna e një grupi të tërë shkencëtarësh. Në vjeshtën e vitit 1893, Pedersen u regjistrua në Universitetin e Berlinit ku studioi me Johannes Schmid. Një vit më pas ai studioi gjuhët kelte dhe gjuhën sanskrite me Heinrich Zimmer. Në vitin 1895, ai kaloi disa muaj në ishullin Aran në Irlandë për të studiuar formën arkaike dhe konservatore të gjuhës kelte, Gaelic, të folur atje. Dhe pikërisht Pederseni e lidhi gjuhën shqipe me gjuhët kelte. Ai e bëri lidhjen gramatike. Sepse siç e kam thënë më përpara, lidhja e fjalëve që ekziston mund të jetë dhe rastësishme, po lidhjet gramatike janë të përhershme. Pedersen paraqiti disertacionin e tij të doktoraturës në Universitetin e Kopenhagenit në vitin 1896. Ajo trajtonte bashkëtingëllorët e aspiruara në gjuhën irlandeze. U pranua dhe u botua në vitin 1897. Komiteti i disertacionit përfshinte Wilhelm Thomson dhe Otto Jespersen. Gjithashtu në vitin 1897, Pedersen mori një pozicion si lektor në gjuhët kelte në Universitetin e Kopenhagenit. Në vitin 1900, ai u bë lexues në gramatik krahasuese atje. E shikoni pra, ata e kanë zbuluar natyrën e gjuhës shqipe 100 vjet përpara shqiptarëve. Tani do të shikojmë se sa me karakter ishte Pederseni.
Në vitin 1902, ai ju ofrua një titull profesor në Universitetin e Bazelit, të cilën ai nuk e pranoi, por ishte në gjendje në të njëjtën kohë për të bindur Universitetin e Kopenhagenit për të krijuar një vend të ri pune si profesor të jashtëzakonshëm për Pedersenin. Pedersen gjithashtu refuzoi ofertën në vitin 1908 të një profesoreshe në Universitetin e Strasburgut. Prap, ai nuk donte që të varej nga një universitet. Pas daljes në pension të Wilhelm Thomson në vitin 1912, Pedersen pranoi karrigen e Thomsonit në Universitetin e Kopenhagenit. Ai qëndroi në këtë universitet për pjesën tjetër të jetës së tij. Pra, shikoni, Pedersenit, megjithëse ju afruan shumë oferta të majme, oferta të shkëlqyera, ai hodhi poshtë, ai donte që të punonte një lloj si Einsteini. I qetë, në vendin e tij, ai nuk donte as pak shpërblim financiar për punën që bënte dhe nuk donte që t'i diktonin se çfarë duhet të shkruante. Pra ai kishte vënë vetes një mision dhe e realizoi atë. Kontributet e tij në gjuhësi janë: në vitin 1893 Pedersen udhtoi në Korfuz, që dikur quhej Korkyra, me Karl Brugman për të studiuar gjuhën shqipe arkaike arvanitese në atë vend. Nuk vjen në Shqipëri, ha? E shikoni sa i zgjuar është ai? Më pas, Pedersen botoi një vëllim të teksteve shqiptare të mbledhura në këtë udhtim. Puna e Pedersenit për Shqipen është cituar shpesh në fjalorin etimologjik shqiptar të Vladimir Orelit. Midis studentëve të gjuhëve kelte, Pedersen është më i njohur për gramatikën krahasuese të gjuhëve kelte, ku ai përfshinte edhe gjuhën shqipe. Pederseni gjithashtu lidhi gjuhën shqipe me gjuhën tokariane. Ai pa se fjala dora në shqip është identike me fjalën dora në gjuhën tokariane dhe ai tregoi se si është bërë ndryshimi fonetik nga greqishtja ose me thënë forma më arkaike në gjuhën hitite dhe greke në gjuhën tokare dhe në gjuhën shqipe. Pra Pederseni vërtetoi që gjuha shqipe është folur për krah gjuhës greke që në fillimet e saj. Ai e vërtetoi këtë, asnjë tjetër. Jo me toponime, kuptoni? Me toponime kjo nuk vërtetohet, sepse toponimet në Shqipëri janë ndryshuar disa herë, mbi 34 herë nga pushtues të ndryshëm. Tani shko dhe vërteto se cili toponim ishte i pari ose i fundit. Është e kotë. Ishte Pederseni ai që formuloi ligjin Ruki, një ndryshim i rëndësishëm i shëndosh në gjuhët iraniane, baltike dhe slave. Pederseni mbështeti teorinë e laringut, të bashkëtingëllorëve të laringut përpara se ato të zbuloheshin. Një gjuhëtar të parashikoj ekzistencën e disa fonemave hipotetike dhe ato të vërtetohen pastaj disa dekade më vonë. Këtë ka bërë Pederseni. Ai ka qenë frymëzuesi i punës së shkrimtarëve dhe studiuesve më serioz të gjuhëve indo-europiane. Në fakt, nëse shkrimtarët dhe gjuhëtarët e tjerë kanë qenë romantik, Pederseni ishte realist. Ai tregonte se si zhvillohen gjuhët, me fakte, jo me dëshira, jo me artikuj gazetash. Pra Pederseni mbështet teorinë e bashkëtingëllorëve të laringut në një kohë kur ajo konsiderohej si një ëndër dhe gjë e pamundur. Në ekspozitën e tij klasike të teorisë, Emile Benveniste e konsideronte Pedersenin si një nga ata që kontribuan më shumë në zhvillimin e gjuhëve indo-europiane, së bashku me Ferdinand de Saussure, Hermann Müller dhe Albert Kuhni. Siç e shikoni, që ti jesh Einstein, do të kesh shkencëtar tjerë që të ndihmojnë. Edhe Pederseni nuk vepronte i vetëm, nuk mund ta ndërtoshte një fjalor i vetëm. Është e pamundur. Pra gabimi i akademikëve të Shqipërisë është se ata gjithmonë përpiqeshin të tregonin që gjuha shqipe është e veçantë, që gjuha shqipe ka ligjet e veta, që është gjuhë e pavarur. Për fat keq, gjuha e Partisë Komuniste ishte identike me gjuhën e Akademisë së Shkencave. Kjo është për të ardhur shumë keq. Dy nga teoritë e Pedersenit kanë marrë vëmendje të konsiderueshme në kohët e fundit, shpesh të njohura sot në emrat e teorisë glotalike dhe teorisë nostratike. Tani që të kuptohet puna që kam bërë unë, një studiues duhet lexojë edhe një herë veprën e Pedersenit. Pra puna ime nuk mund të ndahet nga puna e Pedersenit, janë të bashkangjitura. Mbështetur mbi teorinë e Pedersenit për gjuhën nostratike, kam nxjerr konkluzionin se sa më primitive të jetë një gjuhë, aq më e zhvilluar është brenda saj mënyra e dëgjimit ose instinkti i dëgjimit të folësve të kësaj gjuhe. Që të kuptohet ky koncept, duhet lexuar puna e psikologëve amerikanë, të cilët thonë se
Njeriu në fazat fillestare të zhvillimit të tij, kur është një foshnjë, ka një aftësi të veçantë për të përthithur gjuhën. Pra truri ynë është krijuar në mënyrë të tillë që të përvetësojë gjuhën. Është krijuar si një kompjuter për softwarein e gjuhës. Këtë ka krijuar evolucioni. Truri ka qenë i zhvilluar paralelisht me aftësinë për të folur. Nuk mund të ndahet mënyra jone të folurit me aftësinë e trurit. Dhe në fillim, truri i fëmijëve është si një dëras e bardhë ku mund të shkruash ç'të duash. Pra, truri i njeriut në fazat fillestare të tij është i aftë të përthithë të gjithë gamën e tingujve. Pra ka tinguj të tillë që vetëm foshnja mund t'i dëgjojë. Ne nuk mund t'i dëgjojmë dot sepse truri ynë është ngurtësuar dhe është pjekur dhe neuronet që ekzistonin tek njeriu kur ishte ai i ri dhe fëmijë, ato neurone pastaj zëvendësohen me neurone të tjera. Pra, gjuhët sillen pak a shumë si fëmijët e vegjël. Në foshnjërinë e saj, një gjuhë është e aftë të dëgjojë të gjithë gamën e tingujve. Pra folësit e gjuhëve indo-europiane kishin aftësi të dëgjonin tinguj që ne nuk jemi të aftë të dëgjojmë sot. Pra, një njeri që nuk është i aftë të dëgjojë një spektër tingujsh, është i paaftë të riprodhojë ato. Dhe kjo është arsyeja që bashkëtingëllorët e laringut u zbuluan kaq vonë. Janë zbuluar shumë vonë sepse megjithse aty ishin të gjitha të dhënat, aty ishin të gjitha gjuhët e vdekura të zbuluara në Azinë e vogël, njerëzit nuk i kuptonin ato. Ne kujtonim se ishin vetëm shenja të cilat nuk kishin asnjë lloj tingulli dhe folësit e tyre vetëm i vinin aty thjesht për të shtuar rrokje. Nuk e dinim ç'kuptim kishin këto shenja, nuk dinim ç'do të thotë bashkëtingëllor e laringut. E shikoni pra, dhe kjo ka ndodhur 1200 vjet para Krishtit. Kjo nuk është ngjarje shumë e hershme. Pra, bashkëtingëllorët e laringut ishin akoma të pranishme 1200 vjet para Krishtit. Dhe fakti që ato u zhdukën tregon se folësit u kthyen në një lloj mënyre shurdhmemec, në kuptimin figurativ të fjalës. Pra, një fenomen i ngjashëm zbulohet tek fëmijët e vegjël, të cilët dëgjojnë të gjithë spektrin e tingujve përpara se sa truri i tyre të zhvillohet. Ne të rriturit, në mënyrë figurative, jemi shurdhmemec në krahasim me fëmijët e vegjël. Dhe kjo është një e vërtet universale për të gjitha racat njerëzore, jo vetëm për popujt indo-europian. Në gjuhët e Ballkanit dhe Azinë e vogël janë ruajtur tinguj të lashtë, të cilët ose janë zhdukur ose janë ngurtësuar në gjuhë të tjera. Ajo që bën përshtypje është fakti se gjuha nën indo-europiane ishte shumë më ndërlikuar edhe nga pikpamja gramatikore, edhe nga pikpamja fonetike, sesa gjuhët bija të saj. Pra sa më e vjetër të jetë një gjuhë, aq më e ndërlikuar është ajo. Gjuha shqipe tregon se gjuha sanskrite nuk është gjuhë e një populli të pushtuar nga arian të racës së bardhë. Ky ka qenë një konkluzion i gabuar. Gjuha sanskrite është një gjuhë shurdhmemece, e cila e humbi aftësinë e dëgjimit në të njëjtën kohë me gjuhën latine, e cila ishte gjuhë kentu. Pra latinishtja dhe gjuha sanskrite u shkëputën të parat nga gjuhët indo-europiane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, në një lloj mënyre, gjuha latine u shurdhua si një gjuhë kentu dhe gjuha satem sanskrite u shurdhua si një gjuhë satem, në një kohë që fillimisht të dy gjuhët përdornin të dy ekuivalentët, satem dhe kentum në të njëjtën kohë. T'ja kujtoj lexuesve dhe dëgjuesve që fjala satem dhe kentum janë shqiptimi i fjalës në 100 në gjuhët satem përkatësisht dhe në gjuhët kentum. Gjuha sanskrite nuk u krijua si një gjuhë e një populli të pushtuar nga arianët. Fonetika e gjuhëve indo-europiane e hedh poshtë këtë teori. Pra teoria e pushtimit nuk pi ujë, është e kotë. Gjuhët gjermanike gjithashtu janë bërë shurdhmemece, por edhe gjuhët gjermanike janë shkëputur në të njëjtën kohë nga trungu indo-europian, si gjuhët sanskrite, perse dhe gjuha latine. Pra, këto tre grupe u shkëputën, u ngurtësuan në të njëjtën kohë. Por fakti që gjuha shqipe dhe gjuha greke janë dy gjuhët me larminë më të madhe fonetike është për t'u admiruar. Dhe askush nuk ka ardhur me një argumentim të saktë shkencor
Përse gjuha shqipe është kaq e larmishme dhe përse gjuha greke është kaq e larmishme? Për një arsye që doja them më poshtë, unë do t'i quaj gjuhët e ngurtësuara në gjuhë shurdhmemece. Pra kjo është figurative, mos e merrni fjalë për fjalë. Gjuhët shurdhmemece janë gjuhë të pjekura, të ngurtësuara, ndërsa gjuhët me dëgjim të ndjeshëm të theksuar janë gjuhë primitive. Tani sa më primitive të jetë një gjuhë, aq më fëminore është ajo dhe aq më shumë tinguj dëgjon ajo. Por gjuha shqipe ja kalon edhe vetë gjuhës greke për nga larmia fonetike edhe për një arsye tjetër madhore. Fundi i epokës së bronzit dhe fillimi i epokës së hekurit në qytetërimin e Mikenës ndodhen në një kohë të trazuar kur ndryshime të papritura klimatike shënuan shuarjen e qytetërimit Mikenas për më shumë se 5 shekuj. Helenët dhe Ilirët e haruan shkrimin që përdorin në Mikenë dhe qytetet u braktisën. Këto ishin vitet e një lloj mesjete antike. Aty nga shekulli 8 dhe 7 para erës son, shkrimi zbulohet prap, por këtë herë në greqisht dhe në ilirisht kishin ndodhur ndryshime dramatike që gjenden vetëm në këto dy gjuhë dhe në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Bëhet fjalë për ndryshimin fonetik KW në T dhe pastaj në Th dhe Dh. Pra, siç e shikoni, në gjuhën shqipe dhe greke, T aspirohet njëkohësisht, duke shfaqur bashkëtingëlloren e pazëshme në greqisht, ndërsa bashkëtingëlloren e zëshme në ilirisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur në asnjë gjuhë tjetër të botës, vetëm në shqip dhe në greqisht. Kjo është ju Pedersenin të shkoj në Korfuz. Tani ky ka qenë një sekret i madh që kam zbuluar unë në vitin 2004. Askush tjetër. Pederseni dyshonte, po nuk e ka thënë hapur, siç po e them unë sot, që gjuha shqipe dhe gjuha greke jo vetëm që janë gjuhë motra, jo vetëm që janë gjuhë indo-europiane, por janë diçka më shumë. Ato kanë të përbashkët një element gramatik që i bën ato dialekte. Gjuha shqipe dhe gjuha greke, nga pikpamja e zhvillimit fonetik, janë një gjuhë e vetme. Pra, fjalori në gjuhën shqipe ka ndryshuar rrënjësisht nga fjalori ilirishtes nën influencën e pushtimeve, kanë qenë 34 pushtime në Shqipëri. Pra mund të jetë edhe i njëjtë identik fjalori ilirëve me fjalorin e grekëve. Por gramatikisht, gjuha shqipe dhe gjuha greke janë dialekte. Janë më shumë se sa motra. Kanë të njëjtin ADN gjuhësore, fonetike. Këtë shqipja nuk e ndan me asnjë gjuhë tjetër. Këtë fakt që gjuha shqipe dhe gjuha greke sillen si dy dialekte, unë e kisha vënë pak re në vitin 2004, por më është dashur të lexoj veprat e Pedersenit disa herë që ta kuptoj çfarë donte të thonte Pederseni dhe pse ai shkoi në Korfuz. Ç'donte Pederseni në Korfuz? Përse? Ai e dinte se aty ishte forma më arkaike e gjuhës shqipe. Dhe nëse forma më arkaike e gjuhës shqipe e pa ndikuar nga turqishtja ose nga ndonjë pushtim tjetër i huaj, na del që është motër binjake greqishtes, tregon që gjuha shqipe nuk mund të ekzistojë pa gjuhën greke dhe gjuha greke nuk mund të funksionojë pa gjuhën shqipe, është e pamundur. Gjuha shqipe ka variantin e bashkëtingëllorës së zëshme, gjuha greke ka variantin e bashkëtingëllorës së pazëshme. Kuptoni, është një lloj si të krahasosh dialektin tosk dhe dialektin geg për fjalë të ndryshme. Merr me mend se sa ngjashme është gjuha greke me gjuhën shqipe. Gjithashtu, Pederseni zbuloi se vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke është ruajtur forma pësore e lashtë indo-europiane që quhet medio-pasiv. Në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane kjo nuk ekziston. Vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke. Kjo e bën gjuhën shqipe dhe gjuhën greke më shumë se sa motra. I bën dialekte. Nga ana gramatike e kemi fjalën, nuk e kemi fjalën fare për fjalorin. Nuk diskutojmë këtu nga vjen hunda, dora, syri, nuk më intereson mua kjo.
mua më intereson që edhe sikur gjuha shqipe ti kishte humbur të gjitha fjalët indo-europiane, sikur mos kishim në asnjë fjalë të vetme indo-europiane, sikur ta kishim zëvendësuar fjalorin me fjalën e gjuhës turke, prap ne do ishim gjuhë binjake e greqishtes. Do e flisim turqishtën më formë ilire, në mënyrë gramatike ilire. Ja, kjo është ajo që desha të them unë. Tani, që nga vitet 1200 para Reson, kur ndodhi kjo katastrofë e madhe, dhe deri në shekullin e 7-8 para Reson, pra për 5 shekuj, shqiptarët dhe grekët kanë jetuar bashkë si vëllezër, kanë ndarë të njëjtën evolucion fonetik. Është një lloj sikur të kenë ngrënë të dy shqiptar dhe grek me të njëjtën lugë, të kenë fjetur bashkë, të kenë marrë frym njëkohësisht, të kenë patur të njëjtat ëndra. Kjo është e jashtëzakonshme. Pikërisht në gjuhën shqipe dhe në ilirisht, nyja dhe i parvendoset emrit ashtu siç i parvendoset atij në gjuhën greke, përkundrejt gjuhëve indo-europiane të tjera, në të cilat forma edhe dhe gjithmonë i prapavendosej fjalëve. Në dialektet ilire, në gjuhët hitite dhe në gjuhët italike ndodh diçka jashtëzakonshme. Nyja ke me kuptimin dhe bashkohet me nyjën e negativit dhe pastaj nyja e negativit reduktohet dhe forma që kishte kuptimin dhe bëhet forma e negativit. Kjo ka ndodhur vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhët hitite. Edhe në gjuhën greke. Në shqip dhe në gjuhët satem ndodh diçka akoma më e pabesueshme. Forma ke me kuptimin dhe kthehet në sha, sa, zha dhe qa. E kuptoni çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që vlera fonetike e negativit në shqip dhe në gjuhët satem varej nga bashkëtingëllorja nisëtore e fjalës pasardhëse. Kjo nuk ndodh në latinisht. Kjo nuk ndodh fare në gjuhët kentum. Gjuhët kentum dhe gjuhët gjermanike ishin ngurtësuar. Kjo ndodh tani në gjuhët satem dhe në gjuhën shqipe. Por kjo nuk ndodh në greqisht. Kjo nuk ndodh as në gjuhët hitite. Kjo ndodh vetëm në shqip dhe në gjuhët satem, por edhe në gjuhët slave. Po si është e mundur një gjë e tillë? Pra në gjuhët satem dhe në gjuhën shqipe, kjo nyje vazhdon evoluimin. Ndërsa në gjuhët satem dhe në armenisht, kjo gjende gjithmonë në fund të fjalëve, fjala dhe, në gjuhën shqipe dhe në armenisht fillon të shfaqet edhe në fillim të fjalës. Dhe ç'ndodh? Kjo formë ke me kuptimin dhe fillon dhe sillet si formë e gjuhës satem. Do të thonë ndryshon në s, pastaj ndryshon në z, në sh dhe në ç. Ndryshimi në ç ndodh vetëm në shqip dhe armenisht. Ndryshimi në zh ndodh në disa gjuhë të tipit satem dhe në shqip. Me pak fjalë, të gjitha ndryshimet fonetike në të gjitha gjuhët indo-europiane ndodhin vetëm në njërin nga këto gjuhë, po janë të gjitha të pranishme në shqip. E di që do të thotë kjo? Nga ana gramatikore, mendoti që gjuha shqipe është një gjuhë e një perandorie të madhe. Po ku është ajo perandori? Nuk ka fakte historike. Po të merret parasysh vërshimi i Dardanëve në Trojë dhe ngritja e qytetërimit Dardan atje, në rregull. Mund ta pranojmë një gjë të tillë, që gjuha shqipe ka ndikuar në gjuhët satem. Në pellgun e Azisë vogël dhe pastaj nëpërmjet Persisë dhe pastaj Indisë. Po si e ka bërë Shqipja këtë gjë? Ne duhet kishim një perandori gjigande që nga viti 1200 para Reson deri në ditët tona. Ku është ajo perandori se nuk ekziston?
Keni dëgjuar ju për një perandori lire nga vitet 1200 deri në ditët tona? So nuk kam dëgjuar. Mi po gramatika këtë thot që gjuha shqipe ka ndikuar mbi këtë gjuhë. Si është e mundur? Pra, gjuha shqipe sillet sikur të jetë në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha gjuhët indo-europiane njëkohësisht. Gramatikisht, duket sikur gjuha shqipe ka influencuar greqishten, gjuhën sanskrite, gjuhën armene dhe të gjitha dialektet e gjuhës perse. Po gjithashtu edhe gjuhët slave. Sepse ndryshimet fonetike në gjuhët slave përkohen me ndryshimet fonetike në gjuhën shqipe. Kjo është e pabesueshme. Kjo është kaq e pabesueshme sa që Pederseni kur doli me këtë teori, ai doli bashkë me shokët e tij, se po dilte i vetëm, do ta quani të çmendur. Do ta kujtoni për një psikopat. Për fat mirë kjo është teoria e Pedersenit, nuk është teoria ime. Unë vetëm po sjell argumentat e mjaftueshëm se çfarë ka ndodhur në gjuhën shqipe. Kaq. Po këto zbulimi ka bërë Pederseni dhe mua më janë dashur 20 vjet që t'i kuptoj. Më janë dashur 2 dekada që të kuptoj atë që ka shkruar Pederseni. Pra e kam lexuar disa herë veprën e tij. Kjo nuk ndodh po ta lexosh një herë, është e pamundur. Duhet ta lexosh, rilexosh, pastaj mendohesh, ta rilexosh edhe një herë tjetër, derisa ta mësosh përmendësh, ndryshe nuk e kupton. Kjo teori është kaq e vështirë për të kuptuar, saqë brezat pasardhës të Pedersenit e marrin si diçka të gatshme. Nuk e vën diskutim sepse nuk dyshohet, ajo që thot Pederseni është e vërtetë, këto ndryshime kanë ndodhur. Por nuk mund të shpjegojmë pse kanë ndodhur. Pederseni thot që është një gjuhë nostratike. Tash ju thoni, a ka të drejtë Pederseni apo jo? Tash po tha Pederseni që ekziston gjuha nostratike, na del që të kemi një perandori me emrin Iliri. Ku është ajo? Dhe kjo perandori pas ka ekzistuar 3200 vjet. Ku është perandoria ilire që ka ekzistuar 3200 vjet? Tani ka një shpjegim tjetër. Shpjegimi që e ofrojnë psikologët amerikanë. Kjo quhet teoria e shurdhimit të një gjuhe ose e ngurtësimit të saj. Ndërsa gjuhët e para kentum, latinisht dhe gjuhët kelte e gjermanike u shurdhuan, u ngurtësuan, gjuha ilire dhe gjuha greke vazhdonin të funksiononin si gjuhë fëminore, me dëgjim të theksuar, të fortë. Pasi u shurdhuan gjuhët kelte, hitite, por jo gjuhët satem, gjuha greke dhe gjuha shqipe vazhdonin të ishin gjuhë motra. Në vitet 1200 para.e. deri në shekullin e 7, shurdhohen gjuhët hitite dhe dalin dialekte të reja që ishin bija të gjuhës hitite nën. Por aty nga shekulli 7 para.e. deri në shekullin e 4 para.e. shurdhohet armenishtja, e cila ngurtëson edhe formën që vjesht e para emrave si aq dhe pastaj redukton në ç si shqipja, edhe forma që i prapavendose emrave me qa. Tash i forma qa nuk u reduktua në armenisht. Nga njëherë reduktua. Në shqip kjo nuk gjendet. Në shqip kjo formë gjendet vetëm e paravendosur tek fjalët. Pra, kjo formë vihet para emrave në shqip, në armenisht vihet e para emrit dhe mbas emrit. Armenishtja shurdhohet, ngurtësohet, merr fund. Bëhet gjuhë e literaturës, gjuhë e shkruar. Gjëja më spektakolare është kur gjuha greke dhe gjuha shqipe bëhen gjuhë motra, dhe pastaj gjuha greke shurdhohet. Rreth viteve 400 para.e. gjuha greke ngurtësohet, merr fund. Po nuk merr fund gjuha shqipe. Gjuha shqipe zhvillon të gjitha mundësitë fonetike që ofrojnë gjuhët satem, po pa qenë në kontakt me këto gjuhë. Kjo është gjëja më e çuditshme dhe e pashpjegueshme. Tani pse nuk u shurdhua gjuha shqipe? Përgjigjja duket shumë e dhimbshme. Gjuhët shurdhohen, ngurtësohen kur nisin dhe përdorin letërsinë.
Ekziston një gjë e tillë që quhet harmonia e zanoreve. Dhe harmonia e zanoreve nuk lejon për larmi fonetike. Harmonia e zanoreve ndodh kur gjuha fillon dhe shkruhet. Pra gjuhët ngurtësohen kur nisin dhe përdorin letërsinë, shkrimin, mitologjinë dhe poezinë. Do të kemi një gjë parasysh. Mitologjinë nuk e kanë shpikur njerëzit e thjeshtë, nuk e kanë shpikur barinjt. Tani këtë e dim. Mitologjinë e kanë shpikur shkencëtarët e lashtësisë, sepse mitologjia ishte fe. Mitologjia nuk ishte letërsi për të zbavitur. Mitologjia ishte ritual fetar. Pa një gjuhë të shkruar nuk mund të kesh mitologji. Atje ku lindin mitet, atje zhvillohet dhe harmonia e zanoreve dhe gjuha e shkruar fillon dhe ngurtësohet. Kjo tregon se ata që flasin shqip nuk e kanë përdorur shkrimin që nga shekulli i 7 dhe i 6 para rëson kur zbuluan mbi shkrimet me sape ilire. Dhe vërtet, ky konkluzion bie dakord me faktet historike. Sepse që me kohën kur u zbuluan mbi shkrimet me sape, që përkojnë me shekullin e 7 dhe 6 para rëson, gjuha ilire nuk është shkruar më. Mund të jetë shkruar në mënyrë sporadike, është përdorur në gjuhën paralele latinishtja. Por njerëzit e thjesht nuk kanë shkruar as ilirisht dhe as arbërisht dhe as shqip. Në fakt, ilirët është vërtetuar që kanë përdorur greqishten si gjuhë shkrimi, sepse ajo konsiderohej si gjuhë prestigjioze nga aristokracia ilire. Kjo bëri që gjuha shqipe të mos krijonte kur letërsi në shqip. Pra, gjuha shqipe nuk e di se çfarë është poezia dhe mitologjia, gjuha shqipe është gjuhë arkaike fëminore. Kur them që gjuha shqipe nuk di se çfarë është poezia, e kam parasysh forma të ndërlikuara të poezisë, eposet të gjatë. Tani eposet që janë gjetur në Shqipërinë e Veriut nuk janë me moshë të lashtë. Ato lidhen me konfliktin e slavëve dhe ilirëve nga shekulli i 6 deri në shekullin e 13. Pra janë krime të vona. Mbi të gjitha, eposi ilir nuk është shkruar. Është ndryshe kur e këndon eposin dhe ndryshe kur e shkruan. Kur e këndon, gjuha vazhdon dhe sillet si gjuhë fëminore, nuk ngurtësohet. Kur e shkruan eposin, atëherë merr fund çdo gjë, gjuha ngurtësohet. Pra në gjuhën shqipe mungon harmonia e zanoreve. Në gjuhën shqipe është një kaos i plot në kuptimin pozitiv të fjalës. Pse? Ky kaos fonetik i lejon foluesit që të jetë i lirë, të zgjedhë njërë nga fonemat që do ai. Ndërsa gjuha e shkruar do i diktonte se çfarë do të shqiptonte. Gjuha e folur i lejon atij që ta bëjë gjuhën gjuhë fëminore. Pra gjuha shqipe në fakt ka mbetur një gjuhë fëminore për më shumë se 28 shekuj. Kjo bën shqipen një mrekulli të natyrës, një formë arkaike të gjuhës indo-europiane. Po ajo që është e tmerrshme është se gjuha shqipe nuk ka humbur shumë, sepse ajo në fakt nuk ka krijuar asgjë. Gjuha shqipe është një gjuhë fëminore e papjekur dhe prandaj gjuha shqipe ka aftësi të dëgjojë tinguj që gjuhët e tjera nuk i dëgjojnë dot. Psikologët amerikanë kanë zbuluar se fiset indiane në pyjet e Amazonës, këto fiset e izoluara komplet nga bota, kanë gjithashtu një larmi të madhe fonetike. Sa më primitive të jetë një gjuhë, aq më fëminore është ajo. Pra tani ta marrim seriozisht, a është gjuha shqipe gjuha më e vjetër indo-europiane? Nga pikpamje gramatike, po. Është e vjetër në kuptimin që gjuha shqipe sillet si një gjuhë fëminore. Është në kuptimin e vjetër që ka mbetur e pashkruar. Dhe folësi në gjuhën shqipe ka një liri më të madhe se sa folësi në një gjuhë tjetër indo-europiane. Tani ky projekt që po ju paraqes unë do jetë shumë i suksesshëm. E para, unë nuk kam shpikur asgjë, vetëm kam interpretuar punën e Pedersenit. Ndryshimet fonetike që kanë ndodhur në gjuhën shqipe janë regjistruar edhe në të gjitha gjuhët e tjera indo-europiane. Puna është se pse gjuha shqipe është një gjuhë kaq universale.
Dhe shkaku është I thjeshtë. Psikologët amerikanë shpjegojnë se gjuha primitive sillet si një gjuhë fëminore. Pra gjuha shqipe ka një liri më të madhe veprimi se çdo gjuhë tjetër indo-europiane. Tani duhet ta shikoni në fund filmin që kam përgatitur për ju, sepse është shumë I rëndësishëm dhe vetëm kur ta shikoni atë disa herë do e kuptoni se sa e rëndësishme është në përgjithësi kjo teori. Kjo do të jetë teoria finale e mbështetur mbi negativin në gjuhët indo-europiane dhe në gjuhën shqipe, gjuhën universale, gjuhën arkaike. Ju faleminderit shumë të dashur shikues dhe mbani mend që ky është filmi më I rëndësishëm që kam bërë deri tani, sepse është ngritur mbi bazat e një teorie të vërtetë dhe jo mbi hamendje rilindësish. Është një punë e gjatë 20 vjeçare që ka dhënë frytet e veta. Ju faleminderit shumë.